Mirë dita. Kur neve po rrugtojmë bashk me spektaklin tuaj Odeon, me gjithë stafin, është mirë dita. Në realitet, mirë mbrëma të gjithëve, mirë mbrëma Kosovë, mirë mbrëma Shqiptar, kudo që të jeni, nga do që të jeni. Po vazhdojmë rrugtimin me këtë autobus të mrekullueshëm të Barileva Turist, me përplot artist të mëdhej që i morëm rrugës gjatë rrugtimit tonë për Kosovë, në për rrugën e kombit. Kjo rrugë që lidh shqiptarët, lidh jetën tonë, dhe me të drejtë quhet rruga kombëtare, rruga e kombit. Jemi nisë drejtim të Prizrenit, të gjithë bashk, dhe besoj që sonte do të sjellim gjëra të bukura për ju në rrugtimin tonë të përbashkët, artistik, të spektaklit tuaj Odeon, me plot e përplot artist që i kemi këtu. Ku jena e që vanove? Ja, nuk u vanova, isha tek Melodia PX për tu vesh, sepse ata më kujdesin gjithmonë për mua, edhe jam shumë i lumtur për këtë gjë. Tek Melodia PX e keni modën, e keni cilësinë, e keni kualitetin, e keni bukurinë, mrekullin e të veshurit style. Unë e këmë thonë edhe herë, aty shka deshin, sa ta të veshin. Po kështu, Melodia PX. Sigurisht, tërë këtë realizim të mrekullueshëm e mundsojnë përplot artist, këngëtar, realizator, regjisor. Një përshëndetje për M Production, Miltonin. Është saloni bukuris dhe i parukeris, e i grimit, saloni ondulimit, Selvete Vranjevsko, Dratrima dhe Prishtin. Është Leonita që gjithmonë është me ne, edhe është Agnesa, qësh jema i govork? Mirë, ja? Qësh ka një herë, kjo vjen gjithë herë? Ja vesh me autobus. A vesh me autobus? Valla, se shka kumba. E kemi Metal Bound, që na përcjell gjithmonë. Na përcjell. E kemi thënë javën e kaluar se po rrugtojmë drejt Kosovës, drejt vendit tonë, drejt vendit më të bukur në botë, ku mund të punojmë, të veprojmë, e të studiojmë. Pse jo? Në universitetin me vlera të mëdha kombëtare, ndërkombëtare, një nivel i lartë, ndoshta më i mirë në gjithë Evropën juglindore, UBT. Bata Sali, qysh po kalon ti? Ndjenje autobusore. Autobusore, shumë interesant. I përshëndesim edhe policinë e Kosovës që atu na non me radar atje. Apo, Po, dikon që atje. A i ke porosit kanona? DJ Cimi! O, po sa mirë që ju paskmi këtu. Dashurie. Përshëndetje. Dashuria nga Gjirokastra, Gjirokastrite. Do na këndoj, moj? Labçe, ha? Lapçe. Tradicionale muzikë. Ai takon kjo mora ta pjetë t'arshine oj se që poqa me barine. Po mirë shumë. Qa ki mëri ti? Si pas zonë, kanë e qutë shumë pranë. A kanë e qutë shumë? Na torturoj mram. Pak më parë na torturoj të gjithve, më zbath në autobus. Çfarë logjika është kjo? A je mirë? Shëpit. Do është ta me flajt najmë se po prom një onër për smuta me bas kënë shët. Qfar onre po? Ha? Qfar onre Ka shët diri dhe najmë? Shke shët do është ta me bas se kur që një onër, ha? Dhe që i prek hunën edhe zogën e komës bas kënë shët. Të që është me gjatë të të? Screenshot. Screenshot i thamë në najmë jejtë në qatë screenshot Me njeve sot qenka dhe bukuroshja Valbona, po? Përshëndetje. E përshëndesim, va. E përshëndet veç për që të dure, përshëndetje sa në keme hangër ma vonë. Do me qëtimi hria gepek. Kam me të gojtë, no? Jon gepek, i kemi lon bagazhet. Bagazhet, po? E se këna vonë të vjetë, halo me vjetë rënje. Në ki emra! Sa bukur që të pasmi në autobus. O, falimderit. He, në këtë rrugtimin tonë, në spektaklin tuaj Odeon, kaloni sa më bukur. Ne paskmi një armatë të artistësh, jemi bashk, jemi në autobusin Barileva. Ha, Nila, ku na kem bet në qosh atje? Jemi Nila! Jemi Nila! Me Nila me la! Am thoni, sa bukur do t'ishte me ja thonë me këngë, dhe mos harroni, kemi diçka shumë të veçantë. Fal, Mirton që po ta kthej shpinën, është M Production, pjesë e spektaklit Odeon, regjisori ynë, i cili gjithmonë a thot, mbas ma ktheni shpinën, po ndonjëherë na flasim edhe me shpinë më njeri.
A ne kia, flasim me shpinë edhe A ndonjëherë. me Lela, a me Lela, Lile. Bëjsa për këri, bëjsa për këri. A dini çfarë mrekullie, edhe çfarë befasie të bukur kemi sot në rrugtimin ton të përbashkët këtu në spektaklin Odon autobus, ë? Me që aditimi në 19 dhjetor, çfarë bëre? Ato i din me se hire tua ti kështu. E kemi Edin, do a jenin e fisarmonikës, a? Diçka e rrallë, do të këndojme, do të kënaqemi bashkë. Edhe kur jemi të kënga, as na thot Fikrim emra një këngë. Fikrim. Ja qëllove. As na thot Fikrim emra një këngë. Mirë tonë, nuk kam e këput. Fikrim emra është babajin e Kiemrës. Do a jenë kompozitor, njeriu që e kam bajt për vitet të tëra Zambakun e Prizrenit, edhe skenën muzikore, sidomos prizreniane, po dhe kosovare, e i biri ti që dardha pik në ndardh, në Kiemra na ka ndërua absolutisht, sa mirë që të morëm, ha? Faleminderit shumë për të fjallë tira për babin, shumë faleminderit edhe... Ne ki gjithmonë të flasë për babin, se unë e dua shumë, e di që dhajmë do. Ai ka respekt jashtëzakonshëm, si për ty, si për Mirien, edhe gjithmonë kur do që tash ju shef edhe në televizion, gjithmonë e përmend këngën që keni këndu ju. Absolutisht. Mirien ka qenë një këngë shumë e bukur Që më video. kone një që e kone? Jo, Jashtëzakonshëm. Dëgjo, ajo ka qenë një këngë e bukur në festivalin Zambaku i Prizrenit. Absolutisht e ka meritu vendin e parë, duke qenë vendoraj në Prizren. Fikrimi është ndaj i kënaqur me vendin e dytë, edhe s'ka bas një zhurmë, as një presion, se të gjithë aty kanë thënë, vendi i parë ishte morë. Por, rëndësi ka që ka qenë këngë shumë e bukur, një duet që kemi këndu, unë Miria e ka orkestru Naim Krasniqi, bashkëpunimi dy kompozitorëve të mëdhenj e kështu. Ashtu ka qenë. Mirë, ne kemi me fol ma vonë. Apo na thoni këngë edhe cilën? Na po kthehemi bashkë pe perëndimit edhe kanë po e takojmë, pe marrim rrugës për të rikthyer përfundimisht në Kosovën e bukur. A duket Kosova e bukur se ke udhëtuar gjithandej? Kosova është një vend shumë i mirë. Neve na metet pak më shumë me punu veç për me bua alo më të bukur, sa i përket atmosferës, klimës, vendit, mendoj që nuk ka vend më të mirë në Evropë, për shkak se kudo edhe juve ju bën shumë modë. Kudo që shkon e ki modin me shi në Evropë, ose e ki diell nuk ka, për shembull marrin vitamina shtesë, na diellin diell e kemi, shiun shi e kemi. Borën bor. Po hona, 3 hona e kena plot, gjysmë plot edhe kështu. Sa mi plot. Si Kosovën e kena shumë mirë, kena Kosovën. Këngën që po kom qef me mjanis, para se me nis këngën, kisha dosh me të falenderoj që mas 12 vjetë më kyp në autobus. Unë që 12 vite në autobus nuk kom. A vërtet? Pas ka morë leje. Edhe sot po nina mirë, se atmosferë shumë e ngrohtë, edhe po pas ka marrë vallë Do janë Salihi dhe Sofia si pronar, tash Barileva turistë, të bënën pronar ta. Po dhe që na mundson këtë. Po jo themi joti para 12 vjetë ku ka. Prej Prizren deri në Prishtinë. Po, maksimum. Atëre. Student jam ku. Ç'është kena pas kushtet atëre. Kisha pas qef me këtu këngën para fundit, Shqip. Pasi veç edhe për diasporës po vim, ma mirë se Shqip, a ka? Shqip e duam, Shqip ta kërkojmë, edhe Shqip do ta aplaudojmë. Bravo. Hajde. Bravo.